Një ditë i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u tregon një ngjarje besimtarëve. Dhe thot, një ngjarje e cila është e njohur dhe jam i bindur që secili prej nesh e ka dëgjuar. Mirë po, është jashtëzakonisht interesante dhe me shumë përfitime dhe dobi. Thot, një ditë ishin 3 veta duke ecur dhe u strehuan, pra gjatë udhëtimit u strehuan, ndoshta nga rrebeshi, nga shiu, në një shpellë. Pastaj ndodhi ajo që kishte caktuar Zoti i lartësuar dhe hyrjen e shpellës e zuri një gur, një shkëmb. Dhe duke parë njëri tjetrin, dikush thot, njëri prej tyre thot, apo ndoshta që të 3, than, ne sot jemi të shkatruar, të mbaruar, vetëm nëse Allahu i lartësuar na shpëton nga kjo situatë. Sepse me parametrat njerëzor nuk është e pamundur që të çlirojmë veten tonë dhe të dalim nga kjo gjendje. Mirë po secili prej nesh të mendohet thellë dhe të kujtoj veprën më të mirë, më madhështore që ka bërë për hir të Zotit, të ndërmjetësohemi tek Allahu i lartësuar me këtë vepër dhe t'i themi o Allah, për hir të kësaj vepre që kemi bërë, na shpëton nga kjo gjendje, nga kjo situatë. Fillon i pari dhe thot, o Zot, unë kisha 2 prindër, të cilët i doja shumë, i respektoja, madje në familjen time kisha vendosur një standard që të parët që ushqeshin, pra të parët që u servirja ushqimin, ishte nëna, babai, pastaj me radhë bashortja dhe fëmijët. Por një natë, një mbrëmje u vonova nga angazhimet e mia dhe i gjeta ata në gjumë. Dhe kam qëndruar te koka e tyre, nuk i zgjova, nuk doja të shqetësoja, mirë po qëndrova te koka e tyre me qumshtin gati për t'i ushqyer, deri në agim, deri në mëngjes, për pa fjetur, derisa u përmendën. Dhe nuk e prishi dhe në këtë moment atë standardin që kishte ndërtuar në familje, që i pari që ushqehet është babai i moshuar apo nëna e moshuar, pastaj me radhë pjesëtarët e familjes. I thot, nëse kjo gjë Allah të këty ka pesh, dhe nëse e kam bërë për hir tënd, na shpëton nga kjo situatë. Dhe thot i dërguari i Zotit dhe lëvizi disi, pjesërisht shkëmbi. Mirë po jo mjaftueshëm për të dalë. Pastaj thot i dyti, o Zot, unë u fiksova pas një vajze, e cila ajo u bë shumë e dashur për mua. Madje shfrytëzova në momente të caktuara dhe fukarallëkun varfërinë e saj, nevojën për lek. Derisa në një moment pas tentativave të shumta ishte gati për të mu dorëzuar. Madje i kisha ofruar dhe 120 monedha argjendi. Pra kishte kopsitur, si të thuash, planin. Derisa erdhi momenti i shumë pritur dhe i ndërruar prej kohësh dhe i planifikuar dhe i investuar madje, derisa erdhi momenti kulminant për të realizuar atë që unë shumë e kisha dëshiruar, ajo befas më thot, ki frikë Allahun dhe mos ma merr në dëshmërinë vetëm nëpërmjet formës dhe mënyrës që ka caktuar Allahu. Kur dëgjova ki frikë Allahun, kujtova modështinë tënde dhe u largova prej saj, ja lash dhe lekët që kisha grumbulluar, dhe nëse kjo Zot është e madhe tek ty dhe nëse e kam bërë për hir të madhështisë tënde, na shpëton nga kjo situatë. Dhe thotë i dërguari i Allahut, lëvizi prej vendit dhe diçka shkëmbi, por jo mjaftueshëm për të dalë dhe për të shpëtuar. Derisa erdhi radha e tretit. Dhe thot, o Allah, o Zot, unë kisha, dhe ishte si përmarrës, kisha në punën time disa nënpunës, disa punëtorë. Erdhi momenti se cilit prej tyre i dhash hakun që meritonte, pagën, hakun që meritonte. Përveç njërit prej tyre, ai u nxitua dhe u largua, e la punën në mes, u largua pa e marr pagën e tij. Pa e marr pagën e tij. Unë, megjithatë, unë thot, i ruajta, jo vetëm që i ruajta hakun e tij, mirë po edhe investova atë. Pra nëse ishte bari, ruante bagtit, sa është haku, është kaq, e investoi, bleu bagtit të tjera, dhe pastaj kthehet ky zotëri, që në fund fare kishte dhe fajtor, sepse kishte lënë punën në formë rebelimi, por ama nuk e kishte marrë hakun e ditëve të caktuara që kishte punuar, kthehet pas një farë kohe dhe më thot, o filan,
ki frikë Zotin dhe më jep hakun që më takon. Kur më tha ki frikë Zotin dhe më jep hakun që meritoj, atëherë unë i them, e shikon këtë tufën me bagëti, dhe bëhet fjalë për një numër jashtëzakonisht të madh, i them, e shikon këtë tufën me bagëti, gjithë shka që shikon është e jotja. Merre. Dhe ai më thot, ti tallesh me mua? Thot, jo, nuk tallem me ti. Thot, i mori që të gjitha dhe pasha Zotin nuk la asnjë. Pra nuk bëri llogari se çfarë meritonte, se çfarë i takonte dhe çfarë ishte shtesë, madje as faleminderit ndoshta nuk i tha. I mori që të gjitha dhe u largua. Dhe nëse kam bërë këtë gjë, o Allah, o Zot, për hir të madhështisë tënde, na shpëton nga kjo situatë. Dhe largohet plotësisht këmbi. Dhe shpëtoi nga kjo situatë. Dhe kjo është për atyre mrekullive që u ka ndodhur robëve të Zotit. Këtyre 3 personave u ndodhi në këtë formë. Ne, nëse jemi me këto parime, pasha Allahun lartësuar në ndodh në mënyrë sistematike, të përditshme, në forma të ndryshme. Sa e sa gur, sa e sa shkëmbinj janë mënjanuar nga rrugët tona. Në mënyrë të përditshme. Ndoshta ne nuk e kuptojmë. Që lusim Allahun lartësuar, që përveç mëshirës së Zotit lartësuar të kemi merituar dhe diçka nëpërmjet tyre veprave që na i ka pranuar Allahu i lartësuar. Tani cili është mesazhi që dua që të ndajmë bashkërisht sot me ndihmën e Allahut të lartësuar? Cili është mesazhi? Mesazhi është që jemi të bindur të nderuar, nëse do të kishim shumë njerëz të tillë në shoqëri, ose nëse do të kishim këto parime të shpërndara në shoqëri, nëse e kam bërë, nëse kjo vepër është e madhe tek ty o Zot, dhe nëse e kam bërë të vepër për hir të madhështisë tënde, për hir tënd, atëherë më shpëton nga kjo situatë. Nëse kjo të bërit e gjërave për hir të Allahut dhe ndjesia e madhështisë së Allahut të lartësuar do të ishte skalitur në zemrat e robëve të Zotit sot, ne nuk do të kishim gur dhe shkëmbim që të na zinin rrugën, dhe të na pengonin lumturinë, dhe të prishnin dhe të shkatronin rendin e njerëzve në tokë. Do të jetonin një jetë shumë të lehtë. Shumë të lehtë. Do të zbriste bereqeti dhe mirësia prej Zotit të lartësuar. Mirë po sot, kërkohet të instalohet në tokën e Zotit të lartësuar lumturia, mirëqenia, paqja, siguria, begatia, furnizimi dhe gjithçka tjetër me të gjitha elementet dhe mekanizmat e mundshëm përveç me ki frikë Zotin. Përveç me atë formulën që është hyjnore dhe më madhështoria dhe më efikasja. Instalimi i frikës, i drojës, i madhështisë së Allahut të lartësuar në zemrat e njerëzve. Pasha Zotin e gjithësisë, që kjo është ajo që më së shumti na mungon sot në shoqëri. Na mungon kjo ndjesi, na mungon ky element që njerëzit të jenë në punën e tyre, të jenë në hallin e tyre, të jenë në angazhimet e tyre, dhe ajo gjë që i shoqëron mbi të gjitha, edhe nëse janë larg shikimeve dhe syve të njerëzve, është mbikëqyrja e Allahut të lartësuar. Është fakti se Allahu i shikon. Në raport me prindrit, ka një tregti me Zotin, dhe e din shumë mirë se çfarë thotë Allahu i lartësuar në lidhje me prindrit. Në raport me punëmarrësit, me nënpunësit, përsëri ka një raport, ka një tregti me Zotin, dhe e din se shkërkon Allahu i lartësuar në këtë raport. Në raport me nderin, në raport me dignitetin, raport me halalin, raport me të qëndruarit brenda kufive që të ka caktuar Zoti, përpara se ta kenë tregtin me njerëzit e kanë me Allahun. Dhe këta njerëz i shoqërojnë gjithmonë kjo ndjesi që lusim Allahun i lartësuar të instalohet plotësisht në zemrat tona. Të ndihesh, ta përjetosh madhështinë e Allahut, mbikëqyrjen e Zotit, dhe pse jo të kesh frikë Zotin e gjithësisë. Kanë jetuar në tokën e Allahut njerëz të cilët nëse u thuaj ki frikë Zotin, përplaseshin në tokë nga të fikët, binte të fikët. Nëse u përmendja Allahun ki frikë Zotin, sepse automatikisht në moment direkt u shkonte në mendje se çfarë do të thotë të përballesh në ditën e frikshme, në ditën e vështirë,
në ditën e tmerrshme, në atë ditë që Allahu i Lartësuar e ka përmendur, e ka emërtuar në Kur'anin famullar me më shumë se 50 emërtime, në ditën e Kiametit, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ditën që njerëzit ringjallen, tubohen, grumbullohen përpara Zotit të gjithësisë. Ky është sekreti. Kjo është bashkësia dhe shoqëria që ndërtoi i dërguari i Zotit Lartësuar. Ky është mesazhi i transmetoi. Unë, thot profeti i Zotit, përmendën ndonjëherë gjatë natës në dhomën time, dhe dora më shkon tek një hurmë. Shkon që diku ka rënë një hurmë. Dhe e marr dhe e bëj gati për ta konsumuar, për ta ngrënë. Pastaj kujtohem dhe më kaplon një frikë dhe një shqetësim. Mos vallë kjo hurmë është hurmë sadakaje. Dhe sadakaja është ndaluar për profetin dhe familjen e profetit. Pastaj e lë atë. E bëj gati. Pastaj jo. Pse? Se kam dyshim sepse për mua kjo hurmë, që për momentin është shumë e nevojshme, ndoshta është haram, nuk më takon, është ndaluar. Atë nuk mund ta konsumoj, nuk mund ta veproj. Dhe nëse duam të nderuar që të largojmë pengesat dhe gurët dhe shkëmbinjt dhe hallet dhe problemet nga jeta jonë, do të bëjmë gjëra për hir të Zotit, për hir të madhështisë së Allahut, dhe duhet kemi frikë Zotin e gjithësisë, dhe duhet të edukohemi dhe të formohemi dhe të kultivohemi në zemrën dhe në shpirtin tonë, pikërisht ki frikë Zotin. Sepse një ditë do përballemi me Allahun e Lartësuar. Shumë gjëra do të rregullohen. Pashan Zotin shumë gjëra rregullohen. Nëse eci me këtë formulë hyjnore. Nuk do të ketë padrejsi në tokën e Zotit, nuk do të guxojë dikush që të bëjë padrejsi. Absolutisht jo. Sepse di shumë mirë që profeti alayhis salam thotë padrejësia është shumë e rrësirë në ditën e gjykimit. Allahu na ruaj. Shumë e rrësirë në ditën e gjykimit. Nuk do të guxojë dikush të derdhi pikë gjaku të pa drejtë dhe haram në mënyrë të ndaluar, sepse di shumë mirë që profeti alayhis salam thotë do të vazhdojë robi të ketë hapësirë të gjerë në ditën e gjykimit përderisa nuk ka derdhë një pikë gjaku të ndaluar. Hapësirë të gjerë në mëshirën e Zotit. Ka shumë shanse. Do të ketë shumë shanse të mëshirohet nga Allahu, të falet nga Allahu, përderisa nuk ka derdhë një pikë gjaku. Qoftë dhe një pikë gjaku të pa drejtë. Prandaj stepet, pastaj matet, pastaj peshon mirë gjërat, i vlerëson shumë mirë pasojat. Mirë, po nga ana tjetër do të matet shumë mirë edhe dikush i cili do të tentojë të përvetsojë hakun e tjetrit. Dëgjojeni një hadith madhështor. Profeti alayhis salam thotë, dhe pse themi këtë hadith? Sepse ne ndonjëherë edhe ne muslimanë ndonjëherë Zoti na fal dhe na përmirësoft. Mashtrohemi nga momentet caktuara, nga fuqia, nga potenciali që kemi, nga rrethi shoqëror i gjerë që mund të kemi, nga aksesi i gjerë që mund të kemi në pushtet, ndoshta në bashki, ndoshta në qeveri, ndoshta në gjykat, rrethi i gjerë shoqëror që mund të kemi. Dhe pastaj çfarë themi? Se këtë gjuhën e zgjidh. Por Zotri ti e zgjidh. Po atë takon apo jo? A e meriton apo jo? A është në kurriz të dikujt apo jo? Pastaj zgjidhet. Nëse e ke halal, atëherë pastaj shfrytëzoj të gjithë potencialin, hapësirën dhe akseset që të ka dhënë Zoti i Lartësuar. Shfrytëzoj. Mirë, po a e meriton apo jo? Dëgjojeni këtë hadith madhështor. Profeti i Zotit thotë, do të që ju vini dhe gjykoni tek unë. Dy palë apo dy persona, vini dhe gjykoni tek unë, kërkoni zgjidhje. Dhe unë jam njeri. Dhe këtu vërtet i dërguari Allahut Lartësuar është profeti i Zotit dhe gjykon me shpallje. Mirë, po ka dhënë një mesazh që do të vinë edhe momentet e situata dhe pas meje. Pra për qenë ky mesazh i përjetshëm dhe thotë, dhe ndodh që dikush prej jush është më orator dhe më bindës në argument se sa tjetri. Dhe unë do të gjykoj në varësi të asaj që dëgjoj. Nëse dikush shfrytëzon ato oratorinë e tij, apo ato mekanizma dhe fuqinë që ka, mënyrat që ka, nëse e bën diçka të tillë dhe përfiton një pjesë toke apo diçka që i përket dikujt, ta di se ka marrë me vete zjarr prej zjarrit të xhehenemit. Ke marrë një pjesë të zjarrit të xhehenemit. Nëse dëshironi, thot profeti alayhis salam, shtojeni ose paksojeni. E ke vetë në dorë. Tani po do shtoje këtë territor,
që nuk të përket dhe i përket dikujt, këtë tokë, këtë pronë, këtë lek, apo diçka. Po nëse dëshiron shtoje, s'ka problem, shtoje se je i fortë. Hidhe metrin ku të duar sepse sot e ke pushtetin, ose paksoje. Ama mate jo vetëm me hapësirën me hektarët e tokës, por mate dhe me zjarr xhehenemi, me hapësirën që ti ke përcaktuar vetes tënde në zjarrin e xhehenemit, dhe Allahu na ruajt, nuk është shumë larg. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ata e shohin shumë të largët, thot Allahu, mirë po unë e di që është shumë afër. Dhe unë e shikoj shumë afër. Prandaj mos guxoni, thot i dërguari i Zotit lartësuar, të përveconi diçka që nuk ju takon. Prandaj do të kishim një shoqëri shumë të stepur, shumë të matur, të qëndruar, shumë të kontrolluar dhe shumë të matur për sa i përket territorit dhe hakut dhe halallit. E të drune me l-muflis, a dini se cili është i falimentuari, i thanë o i dërguari Allahut, i falimentuari tek ne është ai i cili nuk ka flori, nuk ka argjëll, nuk ka të ardhura. Thot nuk është ky i falimentuari, sepse nuk e dëmton besimtarin dhe besimtaren fukarallëku, por i falimentuari i vërtet është ai i cili do të vijë përpara Zotit me vepra të mira sa amalet. Do të vijë me vepra të mira sa amalet. Mirë po që të gjitha i ka borxh. Allahu na ruaj. Të gjitha i ka borxh. Pse? Ka sharë dikë, ka ofenduar dikë, ka ngrënë padrejtisht mallin, pasurinë e dikujt, ka cënuar nderin e dikujt, dhe të gjithë do t'i rreshtohen në rresht për të marrë hakun që meritojnë. Derisa do t'i marrin do ta zhveshin nga të gjitha sevapet. Është falur, i ka borxh sevapet e namazit, ka agjëruar, ka borxh sevapet e agjërimit dhe kështu me radhë. Derisa të zhvishet krejtësisht nga sevapet dhe ka shkuar dëm adhurimi i tij, se i ka patur borxh. Merret pastaj, i merren, ka akoma borxhe, merr dhe gjunat e këtyre njerëzve që u ka akusure, apo u ka borxhe, dhe merret dhe zhytet në zjarrin e xhehenemit. Thot ky është falimentuari i vërtet, thot profeti Alesa. Del me kapital para Zotit në ditën e gjykimit, dhe pastaj në fund të llogarisë merret dhe zhytet në zjarrin e xhehenemit. Pse se ka kontrolluar gjuhën e tij, dorën e tij, babëzinë e tij dhe kështu me radhë. Prandaj o të nderuar, na kujtohet ajo fjala mrekullueshme e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, ku thot: mos u bëni njerëz pa shtyllë kurrizore, mos u bëni njerëz plastelin, mos jetoni pa parime, nuk na intereson se çfarë veprojnë njerëzit, nuk na intereson edhe nëse marrin gjithë dunjan. Pse? Sepse ne kemi parime, ne kemi frikë Zotin, ne dimë që do të dalim përpara Allahut të lartësuar. Mirë, po çfarë bëni? Bëni njerëz me parime, me karakter, me shtyllë kurrizore. Nëse njerëzit anojnë nga e mira, ju t'jeni të parët e njerëzve. Nëse njerëzit anojnë nga e keqja, atëre kundër rrymës. S'mund të bëhet një besimtari palë me të keqen. Kundër rrymës. Fjalë madhështore që normalisht të shkëputur nga tërësia e porosive hyjnore të dërguar të Zotit të lartësuar. Prandaj do të zgjidheshin shumë gjëra. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadi ilayka li aqtulak. Nëse ti e shtri dorën tënde të më vrasësh mua, unë nuk e shtri dorën time për të vrarë ty. Pse kjo gjë? Inni akhafu Allah rabbul alamin, sepse unë kam frikë Allahun Zotin e gjithësisë. Kush ka men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kush beson Allahun dhe ditën e që do të takojë Allahun dhe ditën e fundit. Çfarë të bëj? Ka përmendur një listë gjërash që i vepron besimtari dhe muslimani që ka frikë Allahun dhe ditën e gjykimit. Çfarë bën? E nderon mikun, i ruan lidhjet farefisnore, ose flet mirë, ose hesht, dhe kur nuk u bën dëm njerëzve, siç thot profeti alayhis salam në një transmetim. Dhe kur asnjëherë nuk u bën dëm, asnjëherë nuk u bën dëm njerëzve. Kur vjen momenti për të peshuar, nuk është si kategoria që ka kritikuar Allahu i lartësuar dhe ka qortuar në Kur'an në famë lart. Wailul lil mutaffifin. Mirë për ata që kanë tendencë për të peshuar mangët. Ajo pritja, ajo tendenca, ajo për të gjithmonë për të anuar nga vetja. Çfarë bën ky njeri që Allahu i lartësuar ka thënë mirë? Çfarë bën? Që do peshoj. Ka dy standarde. Wailul lil mutaffifin. Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun. Wa idha kaluhum aw wazanuhum
yukhsirun. Ata të cilët kur peshojnë për veten e tyre, kërkojnë 1 për 1 dhe 1 gram hakun e tyre. Kur vjen puna pastaj që u peshojnë njerëzve, atëherë kanë tendencën për të paksuar diçka. A nuk mendojnë ata që një ditë do të tubohen? Ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin? A nuk mendojnë, nuk i bëjnë llogari që një ditë do të tubohen në ditën madhështore, atë ditë kur njerëzit tubohen përpara Zotit të gjithësisë. Atë ditë që njerëzit tubohen përpara kujt? Përpara Allahut, përpara Zotit të gjithësisë. O Muadh, i thot Umeri radiallahu anhu, o Muadh, ti tani u ktheve nga Jemeni dhe kishte qëndruar, e dërgoi profeti Alisam pak para se të ndruam të jetë Muadhin. E dini atë momentin shumë prekës, kur i hedh dorën i qafë, përqafon pejgamberi Alisam, bëri pak rrugë me Muadhin dhe thotë, o Muadh, ndoshta kur të vish në Medinë, kur të kthesh në Medinë, nuk do ta gjesh më profetin e Zotit. Dhe ndoshta do kalosh pranë varrit të tij. Dhe i jep disa porosi profeti Alisam Muadhit, e dërgoi si thirrës, si ftues në rrugë të Zotit, si mësues dhe edukator në Yemen. Kthehet pasi kishte ndruar jetë pejgamberi Alisam. Dhe i thot Umeri, o Muadh, pa më trego diçka të veçantë që të bëri përshtypje gjatë qëndrimit tënd në Yemen. I thot shumë gjëra. Mirë, po prej atyre gjërave që më bëri përshtypje është një e moshuar. Ishte duke ecur. Mbi supin e saj mbante një shpam me ujë. Një djalë i ri i papërgjeshëm. Nga këta që nuk e kanë frikë Zotin. Nga këta që nuk e kanë frikë Zotin. E merr dhe e shtyj këtë të moshuar. Derisa rrëzohet, dëmtohet, i thyet dhe shtamba e ujit, ai normalisht kthen kokën dhe shikon ç'të shikonte. Një të ri të papërgjeshëm. Dhe i thot, o i mirë, ti e i bën llogarit, e kupton se si do të jetë gjendja tënde kur mua të më kesh hasëm në ditën që do të dalim përpara Zotit. E di që ja kjo e mëshuar e pafuqishme, ti një ditë do ta kesh ballë për ballë me gjykatës atë që nuk korruptohet. Me gjykatës me atë që nuk korruptohet. Me Allahun, Zotin e gjithësisë. E di se çdo të thotë më kesh mua hasëm. Dhe pastaj thotë, u largua në shtëpinë e saj. U mjaftua me kaq. Dhe sa njerëz ka të cilët nuk kanë fuqi dhe nuk kanë mundësi tjetër për të marrë hakun e tyre se sa u drejtohen të pa drejtëve, zullumqarve, atyre që janë të fuqishëm sot. O i mirë, sa do jetosh? Sa do jetosh? Nuk i bën llogari që një ditë do dalësh përpara Allahut dhe mua do të kesh hasëm. Do të kesh njerëz dhe ata që ju ke bërë padrejësinë, gjakun e tyre, në nderin e tyre, në pasurinë e tyre. Do të kesh hasëm, shto sa të duash. Bëj mirë llogarit. Shto, do të shtosh. Numrin shtoje numrin. Bëj llogarit. Të kesh hasëm dhe Allahu është i drejtë. Dhe të drejtën e tij Zoti e fal. Kurse të drejtën e robëve, thotë robit jo, merre. Do ta marri secili prej njerëzve. Prandaj frika ndaj Zotit, të jetuar me këtë parim mbikëqyrja e Allahut, të bërit mirë llogarinë se kemi një botë tjetër, të përtejme, të përhershme, të qëndrueshme. Jeta e kënaqësisë për besimtarët, përgëzoni orë të nderuar. Pavarësisht se ndoshta jetojmë me pak, pavarësisht se jetojmë me kufizime të shumta, dhe pavarësisht se privojmë veten tonë nga shumë kënaqësi që të tjerë ndoshta janë mashtruar, përgëzohu. Përgëzohu. Sepse Allahu i lartësuar ka premtuar atij i cili i druhet 2 xhenete, një xhenet, një parajs në këtë botë, një parajs në botën tjetër. Dhe Allahu ka garantuar që ai që jeton jetë të kujdesshme në këtë botë, Allahu kur nuk ja bashkon 2 frikë robit të tij. Wa izzati wa jalali la ajma'u ala 'abdi khawfaini wala amnain. Pasha madhështinë dhe krenarinë time, thot Allahu, kur nuk ndodh që unë t'i bashkoj robit tim 2 frikë dhe 2 siguri. Ai që më friksohet, më druhet në këtë botë, unë e siguroj gjithë rrugëtimin e tij në botën tjetër. Që në momentin që vjen meleku për t'i marrë shpirtin, derisa futet në xhenet, s'ka për të patur frikë dhe shqetësim ky njeriu. Dhe ai i cili jeton një jetë të shkujdesur, të papërgjeshme, s'ka frikë Zotin, s'njeh rregulla në këtë botë, një ditë do të friksohet. Problemi është që ka bërë zgjedhjen e gabuar, do friksohet në momentin shumë kritik. Prandaj kjo ndjenjë me këtë përfundoi të nderuar. Ne na kultivon
dhe ne na ndihmon, dhe ne na formon jashtëzakonisht shumë, dhe na motivon për të bërë punë të mira. Men khafe edlej, o men edlej belagha al-manzil. Ai i cili është i kujdesshëm, është i friksuar se mos nuk arrin destinacion, çfarë thot profeti i Zotit? Thot bën një përgatitje maksimale dhe gdhiet herët. Kuptojeni? Ai i cili është i përgjegjshëm, ka frikë se mos ikën treni apo autobusi, apo mos nuk arrin në destinacion, çfarë bën? Gdhiet herët, merr masat, përgatit valixhen, bëhet gati, është në gatishmëri. Kush është kështu, thot profeti alayhis salam, belagha al-manzil. Ai do të arrijë në destinacion. I tillë është besimtari. Gjithmonë i kujdesshëm. Dhe ta dini se ajo që shpërblen Allahu për ta njerëz është jashtëzakonisht e shtrenjtë, ajo që shpërblen Allahu i lartësuar është xheneti, thot profeti i Zotit. Allahu i lartësuar lavdëron në surën Nisan ata besimtarë të cilët janë formuar nga kjo ndjenjë. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lavdëron Allahu i lartësuar këto fytyra, këto zemra, këta besimtarë, të cilët thot e ruajnë amanetin, u përmbajnë zotimeve të tyre, ushqejnë nevojtarët, dhe përmend të gjitha kategoritë e nevojtarëve. Dhe u thonë, ne këtë gjë bëjmë për hir të Zotit, nuk duam për jush as falënderim as kompensim. Inna nakhafu min rabbina yawman. Ne kemi frikë ditën që do dalim përpara Zotit dhe që sherrri i kësaj dite është jashtëzakonisht i madh dhe jashtëzakonisht i keq, Zot na ruaj. Që do thot ky mesazh që ne morëm sot, të patur droj, të patur frikë Zotin, të ndihesh, ta përjetosh mbikëqyrjen e Allahut të lartësuar, është formulë hyjnore, është një esencë hyjnore që nëse instalohet në zemrën e besimtarit të besimtarës, përmirësohet robi, përmirësohet shoqëria dhe përhapet hajri dhe mirësia dhe largohen gurët dhe shkëmbinjt nga rruga apo gjitha pengesat nga rruga e njerëzve. Dhe gjithë problemi ky është dhe ajo gjë që më së shumti vuajnë sot njerëzit dhe shoqëria është pikërisht kjo gjë. Ne lutim Allahun lartësuar që Allahu i madhruar na bëj risk që ne të bashkojmë në zemrën tonë ato tre elementet më kryesorë dhe më të domosdoshëm me anë të cilëve formohet imani i robit. Dashuria absolute për Allahun, frikë respekti madhështor për Zotin e gjithësisë dhe shpresa tek mëshira dhe tek shpërblimi i Allahut të lartësuar. Allahu na mbuloft me mirësitë e tij dhe Allahu na fal dhe na mëshiroft. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum.